Nuk do jetoj më shumë se 5 vjet të tjera. Rogerti tronditi me deklaratën. Për çfarë e kishte fjalën banori i Vip? Rogerti tha se parat do i mbante për të ardhmen e të birit, në mënyrë që atij të mos i mungoj asgjë. 16. 48, 17 prill 2026 shpërnda Rogerti ka bërë një deklaratë të papritur mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP gjatë darkës me moderatorët e Top Channel. Gjatë një bisede me moderatoren Eriona Rusi, ajo i drejtoi një pyetje lidhur me arsyen e pjesëmarrjes së tij në lojë. Moderatorja donte të dinte nëse ai do të kishte të njëjtën sjellje edhe nëse nuk do të kishte çmim të madh dhe gjithçka do të ishte vetëm një eksperiencë televizive. Në përgjigje Rogerti tha se parat do i mbante për të ardhmen e të birit, në mënyrë që atij të mos i mungoj asgjë. Madje banori tha se nuk do jetoj pas 5 vitesh, duke nënkuptuar se duhet të punoj fort për të birin. Pjesë nga biseda, Eriona, nëse s'do të ishte ai çmimi i madh, do të ishte thjesht eksperiencë televizive. Rogerti, s'kisha marrë pjesë. Eriona, a do të ishe sjell kështu? Ke ardhur të marrësh lehtë? Rogerti, po, do t'ja ruaj djalit, se unë ndjej që s'do të jetoj mbi 5 vjet. Eriona, pse? Rogerti, dua t'ja ruaj djalit tim, pse çka ka? Eriona, ke të drejtën e botës, thjesht të pyeta. Rogerti, kam rrjete sociale, do ta shihni të gjithë që ja kam ruajtur, si ja kam prekur deri në 18 vjeç.